Në rrugët nacionale nuk do të ketë më patrulla policie, por shkeljet do të konstatohen nëpërmjet dronëve dhe teknologjisë policore. Ky është urdhrimi i fundit i drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Skënder Hita, i cili nëpërmjet një telegrami ka urdhëruar vartësit e tij për ndalime dhe verifikime. Ndërkohë në raste të veçanta në terren do të dalin shefat e sektorëve apo seksioneve të policisë rrugore. 10 ditë pasi mori detyrën e drejtorit të përgjithshëm, Skënder Hita ka firmosur urdhrat e parë sa i takon organizimit dhe funksionimit të Policisë së Shtetit. Hita nëpërmjet një telegrami u ka kërkuar vartësve të tij heqjen e shërbimeve të dukshme të policisë rrugore nga akset nacionale dhe jo vetëm. Sipas urdhrit në fjalë, drejtori i përgjithshëm thotë se ka marrë ankesa të shumta të qytetarëve, të cilët kanë shprehur shqetësimet mbi ndalimet rutinë të kryera pa një bazë të qartë ligjore apo vonesat e panevojshme që këto veprime shkaktojnë gjatë udhëtimit. Praktika e ndalimit të mjeteve për verifikim nuk do të përdoret më. Në të tilla kushte, drejtori i përgjithshëm udhëzon që shkeljet e qarkullimit rrugor të konstatohen përmes pajisjeve teknologjike, si radarët për shpejtësinë, në opinion automatik dhe dronët. Por në rastet kur për shkak të situatës kërkohet konstatimi i shkeljeve në prezencë të drejtuesve të mjeteve, telegrami udhëzon që të hartohet një plan i qartë masash për pikat e kontrollit dhe në krye të tyre të jenë shefat e sektorëve apo seksioneve të policisë rrugore. Kryepolici ka kërkuar që të ndërpritet menjëherë praktika e ndalimit të automjeteve nga rrugorët me motivacionin për verifikim.